Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shfrytzuar një bashkëpunim në rrjetet sociale për të përsëritur mbështetjen e tij ndaj protestës së qytetarëve që prej ditësh zhvillohet para godinës së kryeministrisë. Në mesazhin e tij, Berisha u bëri thirrje demokratëve, simpatizantëve të opozitës dhe çdo qytetari që sipas tij dëshiron të jetojë me dinjitet në Shqipëri, të bashkohet protestës dhe të mbështesë kërkesat e pjesëmarrësve. Çdo demokratë dhe demokrat vendin e kanë atë protestë. Vendin e kanë atë protest. Është protesta më qytetare. Ka një moment historik të jap një dorë, të jap një krah suksesit të kësaj lëvizje. Si qytetar, jo si partjak. Kjo nuk është vizje partjake. Kjo është vizje qytetare, jashtë partive. Të i kalon kufit e partive. Duhet kemi këtë vetdije. Pra duhet ta mirëpresim këtë zhvillim që është absolutisht në interesin më të madh të vendit dhe kombit. Kreu i Partisë Demokratike ka drejtuar gishtin nga qeveria për situatën e krijuar në Rjoll, ku prej muaj zhvijojnë kundërshtimet e banorëve ndaj një projekti ndërtimor në zonë. Për mua është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Qeveria nuk mund të jap leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për problem. Gjatë deklaratës së tij, ai komentoi dhe aktivitetin e organizuar nga Partia Socialiste me rastin e përvjetorit të krijimit të saj, duke cilësuar atë si një përpjekje për të konkuruar ose minimizuar jehonën e protestës qytetare. E patius mitingun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij, mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit. Në përfundim ai deklaroi se vendi ka nevojë për një qeveri teknike, të cilën e konsideron si mekanizmin e duhur për krijimin e kushteve që do të mundsonin zhvillimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të besueshme.